Jemi bashkë dhe tani do të flasim për një aksion tjetër të policisë së Kosovës, ku përmes këtij aksioni policia ka arritur që të sekuestroj armë, municion dhe pajisje të tjera të palegjshme gjatë kontrolleve të zhvilluara në 3 lokacione të ndryshme në komunën e Zubin Potokut. Sipas policisë, aksionet janë ndërmarrë më 21 qershor pas informatave të pranuara nga qytetarët se në disa objekte mund të fshieshin armë dhe mjete të tjera ilegale. Në rastin e parë në fshatin Presek, policia ka kontrolluar një objekt që shërbente si shtallë për ushqimin e baktive dhe aty janë gjetur dhe konfiskuar një pushkë M48, 5 karikator të kalibrit 7.62 mm, 151 fishek, pjesë të uniformës së kamufluar dhe bateri ndriçuese. Po, duhet të thënë që policia ka bërë të ditur se të gjitha veprimet janë zhvilluar në koordinim me prokurorin e shtetit, i cili ka urdhëruar inicimin e rasteve për veprën penale, mbajtje në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve. Do të jemi drejt për drejt me Izmir Zeqirin, ish kryetar i Zubin Potokut dhe po ashtu Arben Dashesin, ekspert i sigurisë. Mirë se erdhët në Kosova Live. Mirë se u gjetëm. Faleminderit shumë. Zotri Zeqiri, do të nisim me ju. Çka tregon ky aksion dhe çka tregojnë për më tepër këto gjetje? Po, pikë pare, neve duhet të falenderojmë ekipet e hetuesisë së Policisë së Republikës Kosovës në vazhdimsi do të thotë zbulojnë do të thotë armatime të ndryshme, duke ditur se në këto zona, po gjithandej mund të thëmë edhe Republikës Kosovës ku jetojnë shumica e etnisë serbe, natyrisht që Serbia, përderisa Serbia vazhdon të investoj grupe dhe akter të ndryshëm, do të thotë këto një pjesë e mbetjeve të ish struktura të themi kriminale, po nuk do të thotë se janë të zhdukura gjithandej, sepse Serbia vazhdon me investime të sektorëve të ndryshëm, do të thotë e pagun akter të ndryshëm, ish polic, ish të infiltruar në krime të ndryshme dhe natyrisht këtu në për këtu zona përpiqen do të thotë të fshehin në anekse, ka shumë shtëpia të pabanuara dhe anekse të ndryshme dhe natyrisht që në vazhdimsi po shifet rezultati i hetimeve të Policisë së Republikës Kosovës që po dalin që po gjenë akoma armatime të ndryshme të mbetura. Zotri Dashefsi, ndoshta të flasim pak edhe për lokacionet të cilat i zgjedhin këta persona për t'i fshehur, themi kështu, këto armë, këto municione dhe pse mendoni që pikërisht janë këto fshatrat në veri të vendit, për shkak se ka kontrolle më pak apo cila mund tjetë arsyeja, se gjithmonë raportohet që të njëjta gjinde në këto vende? Në aspektin kriminalistiko-taktik, operativ, të inteligjencës, analitik dhe poshtatërisht policisë në komunitet, ne po i shohim këto raste që po e lehtësojnë dhe po e stabilizojnë gjendjen e sigurisë brendshme. Kur ke ti bashkëpunim qytetar, polici, që ta heqesh atë armë, atëherë ta zbulojnë do me thonën armën në ato pjesë kur nuk jam merr mendja askujt. Kjo është sukses pa dyshim i organeve të sigurisë të gjithave. Do me thonë edhe institucionit publik, policisë, atyre të inteligjencës policisë, operativës, analitikës, po dhe organeve të sigurisë nacionale gjithmonë për largimin e këtyre mbetjeve ose armëve që mund të jenë të kohrave të ndryshme, duke pas parasysh që në ato pjesë, matan lumitive, në 4 komuna ka vluar nga armët. Por ja që sot po të regohet që organi i sigurisë publike është vigjilent dhe e gjenë atë armën aty kur nuk ja merr mendja njeriu sepse ka ndodhur të të ngjidhet edhe në shtallat ndryshme, edhe në male të kamufluara mirë, por kjo është policia e Kosovës dhe bashkëpunimi qytetar me policinë komunitet aty. Po Dashefsi, se i përmendet shumë dhe desha të shtoja këtë që detaj shumë i rëndësishëm është edhe ky bashkëpunimi qytetar, por që informacionet fillestare kanë ardhur pikërisht nga qytetarët që mbase edhe mund ta ndjejnë një siguri jo të madhe, prandaj është për të vlerësuar iniciativa e tyre. Si e sheh këtë? Nëse ti sheh ato statistikat policore në 3 vitet e fundit, ti do të shohësh automatikisht që s'pare çka është suksesi për Republikën e Kosovës në aspektin ndërkombëtar se nuk ka incidente etnike.
atëherë edhe she aktivizimin qytetarë në komunitet, ku ai nuk e don armën as afër, dhe aty kur dyshon se ai e she armën, ai e lajmëron të organet policore. Do me thonë, kjo është ai suksesi i bashkëpunimit, kjo është ai relaksimi i sigurisë personale, pra të vetë një njeriut, atë private, që është stadi i dytë, timën dhe të familjes time, dhe krejt kjo e relakson atë stadin e tretë sigurisë publike, kurse e katërta kujdeset për të gjithë, që quhet siguria nacionale. Kjo po bëhet në aspektin praktik në Republikën e Kosovës, ma tonë lumit iver, duke ndarë gjithmonë për sigurisë jashtme, sepse u përmend që duhet jemi vigilent, konstant, duke pas para qasjen destruktive të atij shteti, që cilët në formë, do me thonën, jo demokratike, destruktive dhe armiqësore, ata krye kriminal që i kam pas këto armë, gjilden në rrethin vitjot, ajo i përket sigurisë jashtme kur tritet vigjilenca në përpikat kufitare, kurse kjo e brendshmja gjithmonë do të kemi këto rezultate për sa ka bashkëpunim qytetar polici, që me të drejtë mund të themi se është për lakmi për qendat të tjera në Republikën e Kosovës. Zoti Zeqirit, ndalemi bashkë edhe me juve të kjo pjesa e bashkëpunimit qytetarëve për cilin po flisnin Amiri dhe zotri Dashevcja, sepse ju vini edhe nga komuna e Zubin Potukut, keni qenë edhe kryetari komunës atje, pra sa shpesh keni hasur në informacione nga qytetarët se ata kanë parë lëvizje, kanë dyshime se në disa prej atyre shtëpiave të pabanuara aty afër ka armë, dhe ndoshta edhe sa keni informacione për arrestimin e këtyre personave, sepse në këtë rast, në këtë aksion të policisë nuk kemi pas asnjë të arrestuar, pra në këtë fazë të hetimeve. Zotrin Zeqiri, për pak do ta kemi, besoj që sa do pak e ka dëgjuar edhe pyetjen. Zotrin Zeqiri? Po, është prap. E kuptova pyetjen, e keni kuptuar, mirë. Po. Sepse po më thret edhe një TV-nishin i gazetar, sigurisht është në Zubin Potok. Pajtuam me Dashevcin sa i përket bashkëpunimit të qytetar, unë mund të thonë ato që ka neve kemi mujt me po, edhe sa jemi konë në pozitë të kryetarit, po edhe tani më do të thotë një pjesë e madhe qytetarëve kanë qenë të lodhur, do të thotë edhe të diskriminuar, mund të them që akoma ka tash më morën në këshyrë ka shkelje të drejtave që ata i bojnë vetvetin duke u thirrur me ato karta të një farë nacionalizmit të shfrenuar, se natyrisht duke dominuar këto grupet kriminale që kanë qenë edhe janë të financuara dhe po të pajisura ka herë me armë të ndryshme, do të thotë një pjesë e madhe e popullatës e ka pasë janë teje të diskriminuar sepse është detyruar të jetë i ndëgjueshëm vetëm të ngoj urnat e atyre grupeve kriminale dhe më pastaj këto vitet e fundit e kanë pa realiteti se është ndryshosh pikërisht në interes të lirisë të qytetarit, do të thotë sepse nuk ka nevojë qytetarët të jetojnë në presione të ndryshme, në kërcënime të ndryshme, siç ata i kanë bërë dhe i bojnë, dhe një pjesë e qytetarëve natyrisht që me siguri ka një farë bashkëpunimi me organet, me mekanizmat e sigurisë, sepse vetë e ndinë ata veten më të sigurt, do të thotë se në diktatin teme të aty në grupeve kriminale që këtu ka qenë një kaos, do të thotë përderisa ata i kanë pas durë të lira, do të thotë të i urnojnë qytetarët. Une derisa isha në pozitën e kryetarit kanë bërë përpjekje këto grupe edhe të bojnë një protestë, një pakngasi, nuk kanë pas përgjigjen e duhur nga qytetarët. Dhe kjo është një dëshmi se një pjesë e madhe qytetarëve e kuptojnë se gjendja ma e sigurt dhe ma e mirë. Zotre Zeqiri, çka kanë mund të bëjnë qytetarët? Se është çka kanë mund të bëjnë qytetarët më shumë në këtë pikë? Po, thjesht qytetarët duhet të bashkëpunojnë me institucionet e Republikës Kosovës dhe natyrisht të ndihen ashtu siç ndihem edhe unë si qytetari i Republikës Kosovës dhe kjo është mjaftueshëm të respektojnë mekanizmat ligjor, administrativ dhe natyrisht të bashkëpunohet, do të thotë në këtë drejtim, sepse presioni i tyre ka qenë dhe akoma është në vazhdimsi e tuhet ka pak duke u përpjekur me i majtë në të propagandat ultranacionaliste të temi se jo ai që bashkëpunon me Republikë Kosovës do të është kundër Serbisë e këta ndihen keq në
drejtim mirë, po këta e kanë po dhe kanë bjën bindë se është siguria dhe natyrisht kërkush nuk e cënon këtu sa i përket ndjeshmërisë munie sërbi më i madh ose shqiptari më i madh Republikës së Kosovës, do të thotë sepse këtu mundësitë ligjet e Republikës Kosovës do të thotë e kanë, qysh me thonë, secilin qytetar e trajtojnë në mënyrën që mundet maksimalisht munie i lirë sa i përket gjuhës, kulturës, fesë, gjithë shkafit, dhe këta një pjesë e madhe kuptojnë dhe kanë kuptuar mirë, po duke ata vetë duhet të bëjë përpjekje për t'u larguar nga ndikimi aty në grupeve kriminale, natyrisht që është më mirë edhe në jetën e tyne, e ardhmërisë tyne, sepse në diktate dhe kërcënime të ndryshme është vështirë për të jetuar secili komunitet, dhe këta kanë pas këtë presion për grupeve kriminale natyrisht, dhe tani e kanë pa dhe janë disa dëshmi që e shohin se është liria e duhur të bashkëpunojsh me ligjin, të bashkëpunojsh me mekanizma. Duke e ditur këtë rrezikun se çka kanë mujtë të bëjnë qytetarët më tepër. Unë dua ta pyes pak Dashesën sepse çështja e ta lirojmë. Po, nëse duhet të lirojmë zotëri Zeqiri apo jo, apo presin kolegët. Jemi në rregull, më sa duket. Okej, Dashevci. Në rregull, mirë kuptoj. Do të jemi prapë te këtu do të themi. Dashevci ka një gjë që shtrohet një pyetje dhe që vjen kur e dëgjon këtë lajmin. Këto mbetje këtu ende janë krejt rastësisht apo flet edhe për diçka tjetër në aspektin e sigurisë? Si e shihni ju dhe si e vlerësoni? Vetëm fakti kur Republikën e Kosovës janë gjendur 5.4 milion armatim tregon çdo gjë në aspektin e sigurisë. Ato grupe kriminale, me atë krye kriminalin dhe të mbanin men kur e kanë ngritur kokën lart dhe e ka paqë institucionet tona të sigurisë po e vëzhgojnë. Në aspektin kriminalistik një video ose një foto vlen sa 2000 dokumente. Ai e ka pranuar dhe me thonë krimin. Ai ka qenë gjendje çka do të bëjë në Republikën e Kosovës, pra ajo çka është me keqja, ta ndaj atje. Organet tona profesioniste si ka qenë policia e Kosovës dhe të gjitha institucionet e sigurisë kanë qenë reaguesi fort. Paramendoni atje ka qenë një kult fetar që nuk është prekur asnjë plumb i vetëm. Dhe mbetjet 24 vite shembull konkret të non-stop të mos kesh kontroll në kufi, sepse këto grupe kriminale kanë depiluar atje. Dhe tash gjendjet armë nuk është kjo çudi në aspektin e sigurisë. Pra nuk është ndonjë lajm sepse ka qenë situata aq që tensionuar, por duke e falenderuar policisë, organizatave të sigurisë të Republikës Kosovës si reaguesi parë, gjithë sepse jem shtet i pavarur së vend, bashkëpunimin me reaguesin e dytë, reaguesin e tretë, misionin e NATO-s në Kosovë dhe partnerë strategjik ti ke rezultatet të teren. Zotriu Zeqiri e din fare mirë, sepse dhe sa ka qenë kryetar, unë e kam mik, ka qenë një aktivist i madh, e ka japë shumë atë maksimumin e tij punën praktik, por që të befasohemi se po gjenden armë, shembull hem kapacitet që është të jetë i rrezikshëm. Do të thonë, ata i kanë mojtur ato armë për diçka dhe dihet për çka. Ata ne kanë vrarë një rështer politor që është heroj i Republikës Kosovës. Pastaj në vitin 2011 në Korrik, na kanë vrarë edhe një heroj tjetër. Pra, dihet për çka kanë qenë ata të gatshëm, ja që vigjilenca është e paparë deri më sot, relaksimi i sigurisë është në nivel, nuk ka situata të sigurisë të brendshme, por vigjilenca në aspektin e jashtëm duhet jetë dhe bashkëpunimi me qytetarë duhet jetë, sepse nëse ti tash si çaj destruktiv i thret ata për një protestë, shihni faktet të marrin pjesë vetëm 100 vetë, studentët kanë qenë pe Beogradit, e kanë vizituar Republikën e Kosovës, pra e kanë mundur atë luftën hibride me antipropagandë kur kanë thonë se qytetarët këtu nuk po ngucet askush, pas kanë një të... Pra, sa po kuptoj nga kjo që po thoni, është që cënimi i sigurisë në atë pjesë nga ana e Serbisë vazhdon të jetë permanent, sepse edhe përgjigjet nga njohës të këtyre çështjeve kanë kanë përshtypjen që po na vinë varësisht prej bindjeve politike. Kështu që duke qenë tërësisht jashtë këtyre bindjeve politike, ky rasti i fundit dhe këtë që po e thua, a vazhdon të jetë e cënuar siguria në vend, sidomos në atë pjesë apo jo? Pyetje shumë e drejtë duke pas parasysh që jam strikt neutral për 5-6.000 prononcime. Edhe do të mbet këtu
derisa funksionoj unë. Për sa është i lirë, kriminali Radojti, dhe të gjitha që kërkojnë me listë kuqe të Interpolit, dhe që i kërkon do me thane dhe sekretari i NATO-s rute, dhe shtetet perëndimore, normalisht që ne do të mbesim në stadin e portokalt në aspektin e sigurisë që quhet e brisht, e qetë me mundësi tensionimi ose destabilizimi. Nuk ka siguri 100% dhe normalisht që është e celueshme siguria përsa është ai i lirë atje në rrethin e tij vicioz në Serbi, për ruan do me thonë edhe parlamentin, edhe presidentin, sillet edhe kur ka para zgjedhjeve dhe e cënon sigurin para mendoni. Ai e cënon sigurin edhe të atij shteti atje të pavarur, si qemi ne të pavarur. Andaj unë e përmenda vetëm se çka thot siguria. Do të mbetemi në stadin e portokallt përderisa këto qorqe destruktive me luftën e egër tyre hibride sillen në këtë formë që po sillen kundrejt Republikës Kosovës dhe këtu nuk kam asnjë pikë dyshimi vetëm. E qartë. Zoti Zeqiri, ndoshta të marrim një mendim edhe nga jo pikërisht për këtë pjesë. Zoti Dashevsi po thotë që tendencat për të ndërhyrë dhe për të bërë propaganda në Kosovë nga Aleksandar Vučić janë gjithmonë, mirë po nga jo që po shohim në realitet. Komuniteti serb, a janë vedisuar, a kanë reflektuar dhe nëse kanë ndryshuar qasja e tyre, se nëse kanë filluar me bashkëpunua dhe me policinë e Kosovës kundrejt këtyre grupeve kriminale, pra a mund të themi se ka një ndryshim pozitiv në reflektimin e qytetarëve në këtë aspekt, zotri Zeqiri? Po, mund të themi ka një ndryshim, por ju edhe aq i madh dhe i duhurit themi ashtu, sepse Serbia, të referohemi historikut, Serbia gjithmonë i ka keq përdorur, do të thotë serbët e Kosovës duke i futur në konflikte të drejtë për drejta dhe në keqbërje natyrisht edhe duke i mbushur me urrëtie çështë kundrejt shqiptarëve sidomos. Dhe natyrisht tani me dhe këto kohët e fundit kur flasëm për grupe terroriste kriminale, nuk duhet hiqet kjo se akoma pagun mercenar, do të pagun krejt këto rjete, themi ashtu është një krim i organizuar që tani për tani që erdhën e kanë strehen e kanë në Serbi. Ata kanë vepru dhe në format të ndryshme përpiqen të veprojnë edhe mbrenda territorit të Kosovës sepse nuk janë ata janë çata. Kur e përmendi Dashevsi kryekriminalin e kryeterroristin Radojčić, ai ka pas rrjete të zgjeruara këtu. Do të thotë dhe akoma është atje këta paguhen, do të thotë Serbia po investon, sidomos në këto mekanizma, natyrisht mercenarësh të ndryshëm, aktorësh të ndryshëm, mirë po s'do të thotë se janë larguar dhe krejt, mirë po sa i përket gjendjes të rend mund të themi se është një liri e duhur gjithë qytetarëve lëvizje lirë në forma të ndryshme të fshehura, do të thotë mund të ketë veprime të ndryshme, nuk duhet të hiqet kjo nga fokusi themi i vëmendjes, sepse jo fort larg kufirit me Kosovën veprojnë këtu, do të thotë grupet kriminale të drejtuara për Radojčići, të investuara për shtetit serb dhe natyrisht paraqesin rrezik edhe për Kosovën, edhe për qytetarët, po edhe për rajonin mund të them. Ne ju falenderojmë për lidhjen dhe kontributin sot. Faleminderit shumë. Dashevsi, faleminderit po ashtu. Ju përshëndesim.